Në fushat pjellore të Korçës ka nisur zyrtarisht sezoni i mbjelljes së kulturave të lashta, një periudhë e rëndësishme për bujqësinë vendase dhe për jetesën e shumë familjeve të zonës. Fermerët kanë filluar punimet për mbjelljen e grurit, elbit dhe thekrës, duke përfituar nga kushtet e favorshme klimatike dhe lagështia e tokës pas rreshjeve të fundit. Specialisti për parim Kuqo ka bërë të ditur se janë marrë të gjitha masat për të mbështetur fermerët me këshillim teknik, ndihmë në përzgjedhjen e inputeve bujqësore dhe në sigurimin e farërave të certifikuara. Zgjedhjen e tokës, të mbjellin ato toka që nuk janë të infektuara nga barat e këqija, të kemë parasysh domethënë që punimet e tokës të bëhen paraprakisht e mundësisht pasi është liruar toka nga parabima, rrugimi të bëhet i thellë 26 deri në 30 cm, por ka mundësi edhe më shumë, në mënyrë që të eliminohen infeksionet nga barat e këqija. Afatet më të mira për mbjelljen e grurit janë 20 tetor, 20 nëntor. Normat e farës të jenë çik strikte. Nuk duhet të synojnë që të përdorin norma të larta fare. E para njëherë është kosto dhe e dyta numri i madh i bimëve stimulon rrëzimin e tyre gjatë periudhës së kallëzimit, lulëzimit ose në vite me lagështi. Farat duhet të jenë të zgjedhura, të trioruara, të dezinfektuara. Gjithashtu një masë shumë e rëndësishme është që duhet të kemë parasysh, duhet të kenë dhe plerimin bazë. Në ditët në vijim pritet që mbjelljet të shtrihen në të gjithë zonat fushore të Korçës, Maliqit, Devollit dhe Pogradecit.